Selam, thot, në festat e Krishtlindjes, a bën t'i dhurojmë dikujt qoftë një buqet lule ose në çokoladë, thjesht? Aleikum selam. Kjo thjesht dënë me arsyetu veprimin që në Islam është haram, është shirk. Ne nuk besojmë se ka lind Zoti. Ne nuk besojmë se ka Zot tjetër pos Allahut. Ne nuk i shoqërojmë Zotit askënd. Kul huwa Allahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad. S'ka lind as nuk e ka lind askënd, s'ka lind nga askush dhe s'ka lind askënd. Nuk është fëmijë askujt Zoti dhe nuk është babi askujt. Të besoj se Isa alayhi salam është biri i Zotit ose Zoti, kjo është shirk. Të solidarizohesh ose të urosh, audhu billah, nuk du të thëmë diqa, ata respekt si njerëz, jo vetëm të krishterët, për çdo njeri, jo armiqësi, e mirë kuptim për çdo kënd, por kjo bie ndesh me fen tonë. Ta mohosh një jetë kuranor, qoftë edhe gjysën e tij, është kufër, me vedia fjalë dhe me disa rregulla. Ta mohosh një sure të tërë ose shumë ajete të tëra, ku Allah në surën Maide ka përmend meselën e Isa alayhis salam. Prandaj ti solidarizohu, të kesh mirë kuptim, thjesht bëhoj mirë me ta, i sjellshëm, ndihmoj etj gjithmonë, ama nuk guxon ti me ra me dy këmbë në kufër ose mas pakun mëkat në disa rrethana. Prandaj Allah ka thënë Kur'an lekum dinukum waliya din, ju keni fenë ju, ne kem tonën. Ne as nuk i ofendojmë, as nuk i nënçmojmë, por themi ajo që është e përmendur Kur'an nuk guxon të kundërshtohet. Prandaj të dashur vëllezër, motra, respekt për çdo kënd. Jepni respekt çdo kujt. Jepni mirëkuptim çdo kujt, por asesi në emër të kinsa domethënë të respektit ndaj dikujt tjetër, me shkatërru veten. Kujdesër unë prej xhenemit, shkurt.